për shkak se dhe pedagogjia ka të bëjë me mësimdhënës të mësimit klasor, po ashtu psikologjia, mirë po psikologjinë prap e veçoj pak më shumë. Po si more këtë vendim, po themi që ti studiosh të gjitha këto, edhe si e menaxhon një njeri kohën, duke marrë parasysh që dy prej tyre ti i ke bërë edhe paralelisht? Po, gjatë kohës kur kam studiuar, kam qëndru vetëm me libra edhe nuk i kam dhënë hapësirë vetës për aktivitetet tjera, edhe mendoj që kam menaxhuar mirë se ju kam përkushtu vetëm fakultetit edhe tash ku jam tash, është fal atyre ditëve që kam qëndru duke mësu ose duke studiu, tash i kam arrit synimet edhe qëllimet e mia. Më thash pak më herët që përveç punëve të tjera, juve jeni edhe mësimdhënëse. Po. Na e trego pak këtë eksperiencë. Po, si mësimdhënëse punoj që 7 vite dhe kjo është një punë shumë e mirë dhe është edhe kjo po ashtu si psikologjia është edhe humane, që ka të bëjë me arsimim dhe të shpërndash dije tek të tjerët është një ndjenjë shumë e mirë dhe më bën edhe më pozitive se që jam që e ushtroj këtë profesion tash e sa vite. Ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë psikologjia, të studiuarit psikologjinë edhe si shtesë, po themi, për profesionin e mësimdhënëses? Po, më ka ndihmuar për shkak se për të qenë një mësues i mirë duhet me qenë edhe një psikolog i mirë dhe kur bashkojnë këto dyja atëherë rezultati është shumë më i mirë dhe më kanë ndihmuar padyshim shumë. Si psikologe sa vite ke punuar? Si psikologe 5 vite dhe tash që 3 vite ushtroj edhe kam hapur edhe klinikën time që gjendet në Ferizaj dhe aty ofrojmë shërbime të ndryshme që psikologjike, arsimore dhe sociale. Njiheni si një person human, përveç kësaj pjesës si mësimdhënëse që e cilëson si profesion human, por gjithsesi edhe mision mbi të gjitha, edhe te klinika juve keni ofruar diçka të mirë për komunitetin, në këtë rast për fëmijët të cilët kanë nevojë apo thjesht nuk është se kanë mundësi që t'ja dalin banë për të marrë shërbime psikologjike. Po, këtë iniciativë kam marrë vetë, pasi kam menduar shumë gjatë dhe edhe pse është pak me vështirësi për me i tejkalu shpenzime që i përkasin një biznesi për shkak se jemi klinikë private, mirë po këtë vendim e kam marrë nga shpirti human që e kam vete dhe kam vendosur që të gjitha ata prind që nuk kanë mundësi financiare se duke e ditur se një fëmijë për marrë si shembull që është i diagnostifikuar me autizëm ose përmban elemente të spektrit autizmit do në trajtim afat gjatë dhe është për nga kosto financiare është mjaft e madhe, edhe një prind që nuk ka të ardhur afare atëherë s'ka si të menaxhoj pjesën e trajtimit. Kështu që këtë gjë nuk po e them se ndoshta edhe mund të keq interpretohet, mirë po është që të shkojnë në vesh të atyre që me të vërtet nuk i kanë kushtet dhe mund të adresojnë. Adresimin mund të gjejnë tek klinika jonë për çdo lloj mbështetje. Nevoje. Vitin e kaluar ka pasur të interesuar, po themi, apo persona të cilët janë afruar për të marrë pikërisht këtë ndihmë? Po, ka pasur vitin e kaluar mbi 10 fëmijë janë trajtuar pa pagesë në klinikën tonë dhe vazhdojnë të trajtohen ende, për shkak se nëse e marr një rast me trajtu pa pagesë, atëherë ai rast do të jetë i trajtueshëm derisa të jetë në funksion edhe klinika, derisa të ka nevojë, për shkak se autizmi don trajtim gjatë gjithë jetës. Si e menaxhon kohën, Linda? Më intereson shumë di të jesh mësuese që